Duket se hona asaj që po ndodh aktualisht me lëvizjen qytetare në Tiranë dhe qytetet tjera dhe shtetet tjera, gjithashtu ka mbritur edhe përtej oqeanit në zyrat e CNN-it. Rrjeti televiziv amerikan ka kërkuar një prononcim kryeministrit Rama, i cili nga ana e tij vijoi të cilësoj si të rreme informacionet e përhapura në media, duke lidhur situatën me një luftë hibride që sipas tij synon të deformojë realitetin dhe të nxjisë reagime publike të pabazuara. Kryeministri këmbguli se nuk ekziston një projekt konkret për ndërtimin e resortit në zonën e Zvërnecit, duke kundërshtuar pretendimet që kanë nxitur mobilizimin qytetar. Po ashtu, ai minimizoi shtrirjen e protestave duke deklaruar se nuk ka tubime në të gjithë vendin, por vetëm në kryeqytet, çka sipas Ramës tregon një reagim të kufizuar dhe jo një pakënaqësi të gjerë shoqërore dhe pse protesta po tejkalon nivelin kombëtar, sikurse tham dhe po përhapet edhe në nivel ndërkombëtar, për sa kohë organizimet po zhvendosen edhe në shtetet e tjera ku jetojnë shqiptarët. Për të gjithë sqarimeve, intervista në CNN nuk ishte në komfortin e zakonshëm që kryeministri kërkon dhe natyrisht në pozitën që ai zotron kur komunikon me mediat zakonisht në Shqipëri. Kolegja amerikane e CNN-it Isa Soares e vuri diçka, duhet thënë, ose në një farë mënyrë në pozitë kryeministrin i cili nuk i rezervoi tonet nervoze, duke thënë më lini të flas her pas here, dhe ajo thjesht i tha, keni hapësirën e nevojshme për të folur, flisni. Kjo, me sa duket, e agravoi më shumë nervozimin e kryeministrit, i cili nuk po merri më me atë çka ishte thelbi i çështjes, po merri me cërcmërcet e zakonshme që ai krijon zakonisht, por në CNN ta presin filmin dhe ashtu ndodhi. Intervista përfundoi dhe gjithçka jo sipas parashikimeve të kryeministrit me buzëqeshjet e tij të zakonshme. Kjo do t'i ketë prishur humorin përtej faktit të humorit prishur edhe këtu në Tiranë.